Deri tani, sigurisht javën e fundit situatat sikur kanë lëvizur çik më me ritëm, pra janë agravuar pak, le të themi, por gjithsesi akoma për mendimin tim lë për të dëshiruar aty si thosh krijimi apo sjellja organike e gjithë secilit. Pra, secili prej atyre mendoj çojnë në kokë çka kanë parë në Big Brother atjerë dhe i fusin edhe tek ky i Big Brother i tyre, domethënë. Por pyetja që unë kam marr më shpesh nga ju që i dëgjoni analizat e mia, gjithashtu edhe i komentoni ato, pyetja që kam marr shpesh javën e fundit është se si doni të dini se si e komentoj unë trekëndshin Selin, Miri dhe Lorna. Dhe mëqense po ma kërkoni, do t'ju jap një komentimin. Pak a shumë e kam komentuar edhe në fan club, në Big Brother fan club në Top Channel, por gjithsesi po e komentoj edhe për ju që ma keni kërkuar dhe doni dini mendimin tim për këtë të sinqert fare. E para unë mendoj që Miri dhe Lorna njihen, pa diskutim njihen nga jashtë, duken nganjëherë sikur kanë qenë shok gjimnazi, e kupton, kaq të kodifikuara i kanë deri diku ato veprimet dhe shikimet dhe fjalët, dhe me të vërtetë unë vetëm me një shok gjimnazi mund të sillem, domethënë në atë formë. Ndërkohë Selin është, dua ta në thojza, është viktim e kësaj marrëdhënie, që do të thotë i duhet edhe Mirit, edhe Lornës që të formoj pra këtë trekëndshin dhe as Miri, as Lorna nuk janë të interesuar që ta nxjerrin jashtë lojës së tyre. Por nga ana tjetër, edhe Selina si intereson të kjo, të paktën deri sa Selin pyeti Kristin se a duhet ta liroj krevatin apo të iki unë apo të ik Miri. Pra i ka interesuar dhe Selinës. Pra, shiko, ka një gjë atje, përtej atyre që ne shohim, brenda veprimet marrin një tjetër kuptim, që do të thotë atyre i intereson çdo gjë që i shkon përshtat me lojën e tyre. Pra, qoftë edhe një ulje në një divan, qoftë edhe një drekë që e han bashk, qoftë edhe një lojë që e bëjnë me sy, nëse ta ndjen trupi se t'intereson, ti do ta bësh. Dhe këtë ka bërë Selin. E ka ndjer që po, më pëlqen kjo gjëja që të rri aty dhe mirë, po nga ana tjetër edhe këtyre dyve tjerëve i ka interesuar që të kenë një person për të formuar pra këtë trekëndshin. Trekëndsh për cilin ne po flasim gjithë, pra dhe ju po më pyesni edhe në praj më fol e kështu me radhë. Pra, asnjëherë nuk e kam trajtu këtë treshe, unë personalisht si një treshe që ka të bëj me romancën. Jo, absolutisht. Kam qenë vetëm kundër batutës së fillimit që pa t'i thënë Miri, jo, pa e kam si gocën time, pra e futi veten në një qorsokak pa lidhje, edhe mund mos ta thoshte se ne e dim që se ka, pa e ka, është thjesht një marrëdhënie për lojë, dhe kur nuk e kam pasi romancë, përkundrazi, unë kam dëshirë të shoh si një trekëndsh i cili drejtohet nga Miri dhe Lorna, dhe Selin është aty si në thojza viktime këtyre dyve, por nga ana tjetër edhe Selinës deri diku i intereson që të funksionojë ky trekëndshi, që të shkojnë sa më afër fundit po them të këtij edicioni, të paktën të përfliten për këtë gjë. Se për çfarë do përfliten tjetër? Për çfarë mund të përflitet Selin dhe Lorna tjetër? Qoftë dhe Miri. Pra do përfliten për këtë gjë. Po nuk do doja që të tre këta ta çonin gjithë Big Brotherin duke u përfolur për një romancë në trekëndsh. Do ishte një humbje kohe, më thënë.